duhet kërkuar llogari, por duhet të mbështetur dhe duhet të denoncuar ky korrupsion marramendës. Padyshim, jam dakord me ju në këtë pikë, po tek pjesa e kërkesës së llogarisë, ju vetë për çfarë do doni të kërkonit llogari? Ose për çka mendoni se duhet kishte bërë ose duhet bëj më shumë? Ju vetë gjithmonë ka shumë tepër mundësi për të bërë. Duhet të jenë gjithë si Klevis Balliu në vit parë të betejës, duhet të jenë gjithë si Tedi Blushi në vit parë të betejës, duhet të jenë 2 herë më aktiv këta 30 vjeçarë se Sali Berisha apo jo. Duhet të jenë të gjithë në vitin e parë të betejës, duhet të jenë si Adriana Kalaja, që nuk ndalon ajo me kallëzime, pavarësisht se këta prokurorët e SPAK-ut tonat punë ka Adriana Kalaja. Se Adriana nuk u pëlqen atyre se i çon me fakte, i çon me letra, ata i duan kallëzuesi si Dajeti, i duan si këta tjerë që janë ngata në 4 kontinente, në 3 regjime, kështu me radhë, më kupton? Pra duhen njerëz me karakter në këtë betejë, sepse ndeshja luhet me shumë vendosmëri deri në fund, apo jo? Megjithatë, zoti Meta, pak emra përmendet me mantelin e deputetit në këtë betejë. Po unë përmend ata që shikojnë, që luftojnë, që ballafaqohen. Janë vërtet kaq pak? Do donit tani nuk mund të vë nota sepse nuk jam as në kushtet këtu si thosh të bëj një vlerësim se unë rrjetet sociale për nuk i ndjek dot, më kupton? Nuk mund të gjykosh, unë gjykoj nga televizioni pak a shumë ato që shikoj. Më kupton? Qartë, zoti Meta. Ju, zoti Meta, e njihni zotin Rama si rrallë politikan të tjerë. Më një ditë sigurisht që do gjendeni sërish në një moment përballë ti. Do të takoni, do t'i shmangeshit, apo çfarë do doni t'i thonit? Po unë e njoh zotin Rama dhe nuk dua t'i vë fare zotit Rama, ai ka qenë një qinj i urtë shumë, kur ka qenë ministër, kur ka qenë Bartos. Bile kur ka qenë kryeminist edhe në koalicion, që pëse mbani mend, ai vinte çdo ditë mërkur në orën 10 tek parlamenti, që pëse mbani mend. Vinte atje me shumë korrektesë etj. Derisa korruptoi Lulin edhe i mori të gjitha pushtetet edhe kanë nxjerrë atë fytyrën e vërtet, për cilën prapë nuk duhet ta fajsojmë, për arsye sepse ajo është në ADN-n e tij. Pra nuk është problemi tek Rama, tu është problemi tek përmbysja e parimit check and balance, që është parim kushtetues, është parim ekzistencial për një shtet të së drejtës nga një regjim. Edhe nuk mund të vëmë fajin Ramës ne pse bleu ata që ushitën, më kupton? Rama të punka. Përgjithësisht ata që ushitën, ata që kishin permision. Megjithatë pyetja opozitorizmin. Pyetja të luftonin për drejtësi, të luftonin për ata njerëz që lanë pa mbrojtje, sepse duke i falë gjithë bashkit, apo ju pat Kamzën, si ka qenë Kamza, si u bë Kamza për 4 vjet. A mbani mend se ka qenë Kamza, 70%, 80% PD. Për 4 vjet u kthye përmbys, sepse edhe komunizmi këtë punë bëri. Për 40 vjet, 50 vjet i përmbysi goditi gjithë familjet e mëdha, familjet intelektuale, me ide, me mendime. Çfarë po bëhet tani? Po përzihen gjithë njerëzit të cilët kanë kryen vlera në shoqëri. Të gjithë njerëzit të cilët nuk jetojnë për një coprok apo për mjetuar me një punë që s'bëjnë punë. Po përzihen, po largohen. Dhe të dhënsohen me njerëz nga kontinentet e tjera. Po ky është problemi i madh për ne, po këtë një amerikan nuk e kupton dot. Sepse vetë mënyra si është kriju Amerika, si ekziston Amerika, po Amerika ka institucione fuqishme, ndërsa tek ne të ikin 1 milion shqiptarë, të vinë 1 milion të huaj, kjo shkatron gjithçka. Apo jo, edhe për identitetin kombëtar, identitetin tonë edhe për parën tonë. Po pra. Dhe ky është një projekt që nuk është thjesht projekt i Ramës. Mos fillon faj. Po i kujt është? Ky është një projekt i Sorosit, ky është një projekt edhe i segmenteve më të errta në rajonin tonë. Po ju zoti Meta kur e morët vesh këtë projekt? Që donin të gjymtonin Kosovën, që donin të realizonin Ballkanin e hapur, që detyrua prapë BE ta kujtoj tani. Apo jo? Po ju zoti Meta kur e morët vesh këtë projekt? Unë kam denoncuar me kohë këto. E kuptoj. Unë mend që se kam dekretuar një ministër të jashtëm. Ai ishte djalë i mirë. Zotin Cakaj. Ishte djalë i ri dhe do përdorej për të çuar përpara një projekt i cili do bënte fakt të kryer ndarjen e Kosovës dhe konfliktin në Ballkan përpara se të niste konflikti në Ukrainë, apo jo? Zoti Meta, duke qenë se unë dua t'i rikthem edhe një herë pyetjes, një ditë do gjendeni përballë zotit Rama. Çfarë do bënit? Do ta takonit? Kam një avantazh të jashtëzakonshëm. Që unë dal përballë cili do, edhe as nuk e ndroj rrugën, as nuk e ul syt. Më kupton?
Por ama zgjedhin të takoni ose jo? Ai që është më rëndësishëm për mua, përpara shqiptarëve do të jenë gjithmonë ballhapur, sepse ka mbrojtur interesin e tyre kombëtar, dhe demokracia për mua është interes kombëtar, sepse ajo e mbron edhe atë dhe njëkohësisht koha do t'rregoj se kush ka llogari për të larë me këtë popull. Unë para drejtësisë jam i hapur, kam qenë gjithmonë i hapur, ata s'kam pas asnjë arsye as të më rrëmbejnë, nuk kam pas asnjë arsye as të fshehin, manipulojnë dokumentat, siç provohet tashmë shumë qartë. Edhe çështja mund të sqaroj avokatët se këto të lobimit tani janë marrë vesh gjithandej që i ka bërë qartë me Gongali gjithë manipulimet. Edhe çështja e Qezit besoj të sqaroj avokati që e fshinin dëshminë e dhënën betim nga Jozef Hesek që në 20 dhjetor 2011 u detyruan ta sjellin në seancë paraprake, pasi e kuptuan që ne e kishim. Edhe shumë dëshmi të tjera që provojnë tërësisht se ajo ka qenë ka qenë një krijesë amerikane, më kupton. Janë të gjitha të provuara këto. Ne nuk kemi asnjë shqetësim, s'kemi asnjë mungesë vullneti për të përballur me drejtsinë, me qytetarët, me mediat dhe për të dhënë llogari deri në një. Dhe po kështu i ftojmë të thellojnë hetimet, qofse gjejnë një qindak paligjshme, dhe qëse nuk kanë gjetë deri tani, përpiqen edhe t'ia kthejnë popullit shqiptar. Zoti Meta, ju thatë që nuk duhet gjetur faj tek zoti Rama sepse e konsideruar pa faj dhe thatë që është në ADN-n e tij. Jam më lehtë t'i vëm fajin atij. Qartë. Po çfarë do t'i bëm ne atij kur cili është tani e dim origjinën e tij. Zoti Meta, më të mirë fjalës. Atëherë cili është momenti që fajsoni veten në raport personal me lidhur me marrëveshjet me zotin Rama? Shiko, nuk e fajsoj veten fare unë, se unë marrëveshjet kam bërë politike. Brenda rregullave të lojës demokratike, u thash, kur ishte në koalicion me mua zoti Rama, vinte çdo të mërkur. Çdo të mërkur vinte raportonte te kuvendi. Edhe ka qenë jashtëzakonisht i sjellshëm, pavarësisht nga ato tendencat që kishte për të bërë veprime të pakontrolluara e kështu me radhë. Pastaj ju dini se çfarë bëri ai kur mori 122 mandatet, se si i mori falas edhe gjitha bashkitë, edhe drejtsinë se si e lan tavolinë, se që faj 140 votave. Po duke bojkotuar parlamentin, ai mori, ndryshoi gjithë ligjet, ndryshoi gjithçka. Dhe ju dini shumë mirë se ju flisni që fleti Lirmeta tani për drejtsinë, jo, unë kam folë gjithmonë. A nuk isha unë që bëra 2 marsin 2020? Pse? Sepse ky kërkonte të gabiste duke keq përdorur, korruptuar dhe ambasadorët e huaj antarë në gjykatës kushtetuese, t'ia merrte presidentit me betimin e Lana. Unë s'kisha problemin e antarë gjykatës kushtetuese, se ato po fundit se kisha zgjedhur unë. Ai për zgjedhur prapë nga një komision ishte. Një nga 3 emrat. Por mënyra arbitrare e dhunshme që po bëhej deri në atë nivel ishte i cënimi i rënd i sovranitetit të vendit edhe i gjithë sistemit të drejtësisë, më kupton? Dhe ishte një përpjekje për të parandaluar këtë gjë që ka ndodhur. Zoti Meta, po në aspektin personal, se folën vetëm për aspektin politik, ju keni patur edhe një lloj raporti personal me zotin Rama? Nuk kam pasur unë prej kohësh në një raport veçantë personal, as me në një politikan të veçantë në kuptimin raporte mia kanë qenë kryesisht raporte politike.